Në pak sekonda, Balta përpiu gjithçka që gjeti përpara. Kështu pësuan disa zona të Nepalit të mërkurën, ndërkaq përmbytjet nga dheu shkaktuan më shumë se 160 viktima. Gjithashtu, nga kjo fatkeqësi, 3 persona vdiqën në Tibet. Më shumë se 1500 persona ende nuk dihet se ku ndodhen, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkojnë të mbijetuarit mes rënojave dhe Baltës. Mes të zhdukurve janë edhe qindra turistë huaj, të cilët ndodheshin në zonat pranë kufirit me Tibetin kinez kur ndodhi katastrofa. Edhe përmasat e dëmeve janë të mëdha. 10 ura janë shkatruar, ndërsa rreth 40 kilometra rrugë janë dëmtuar, duke vështirësuar ndjeshëm përpjekjet për të arritur në zonat e goditura. Banorët lokal shprehin dëshpërimin për atë që kanë humbur. Gjithçka është shkatruar brenda 15 minutash, nuk na ka mbetur asgjë. Ndërkohë bëhet e ditur se trupat e viktimave janë gjetur edhe rreth 100 kilometra larg zonës ku nisi katastrofa, pasi uji dhe Balta i kanë marrë me vete në rrjedhën e lumit. Ushtria ka hedhur gjithashtu tenda, ushqime dhe furnizime të tjera emergjente në zona ku rrugët janë bërë të pakalueshme. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara raportoi se katastrofa erdhi nga shembja e një akullnaje, e cila shkaktoi një rrjedhë masive uji, balte dhe shkëmbinj.